Do të flasim për një sër personazhesh mjaft të njohur, për personazhet të Portokallisë. Por çfarë për ata? Do të flas për ata mbas 10 vjetësh, parashikimi që unë kam bërë. Le të marrim rastin e personazhit të parë, që është një femër e mbetur në tentativë, është midis femër dhe mexoburr. Le ta shikojmë pra, bëhet fjalë për Luzen. Mbas një dobësimi të madh që ajo bëri me veten e saj dhe ju bën brinjë si pajdaqe gici, mbas 10 vjetësh, unë e di se si do të bëhet ajo, dhe ajo do të bëhet pikërisht si kjo foto që shikoni tani. Mirë, po le të kalojmë në disa personazhe të tjerë që ju i njihni mjaft mirë, dhe bëhet fjala për këta të dy, për Nasin dhe Dhiman. Çfarë do të ndodhi me Nasin mbas 10 vjetësh? Ku do të jetë Nasi? Nasi do të jetë tek zëri i Amerikës, si shikojmë dhe në foto. Por vetëm për 20 sekonda pasi do ta heqin. Dhe ai këtë e fitoi fal shalqinëve që shiti. Por Dhima, çfarë do të bëhet Dhima? Dhima do të bëhet një prezantues i shkëlqyer ja ta shohim, i kohës. Mirë po, le të shohim disa personazhe të tjera, kalojmë në një personazh tjetër mjaft të rëndësishëm, doktori i seksit. Çfarë do të ndodhi me atë? Sigurisht do të jetë gjallë, nuk do të vdesi. Mbas 10 vjetësh doktori do të jetë pikërisht në këtë foto që do të shikoni. Unë mendoj që do t'i ketë thjesht shërbëtore për të larë dhe shplarë në shtëpinë e doktorit. Ju jeni të njëjtit mendim? Edhe unë ashtu si ju. Le të kalim në një personazh tjetër mjaft të njohur, ose më saktë në dy personazhe, pra bëhet fjalë për bukurën me vajzën e saj. Vajza e saj e cila vazhdon të kujdeset për të gjithë të mëdhenj të cilët kanë vdekur, ndërsa ema e saj vazhdon të fshijë hundet me 500 euro. Por si do të jetë bukura mbas 10 vjetësh? Le ta shikojmë se ku do të ketë përfunduar ajo. Sigurisht brenda në burg. Ndërsa vajza do të merret me njerëzit të cilët janë në tentativë për të vdekur, pra do të merret me këta. Po kalojmë në një personazh tjetër mjaft të rëndësishëm. Bëhet fjalë për kryetarin e komunës. Më në fund, i madhi Barack Obama mbas 10 vjetësh do të ketë nderin t'i japi dorën pikërisht këtit. Le të kalojmë në një personazh tjetër i cili, pra, siç e shikojmë, pra profesori me stari. Një personazh mjaft i çuditshëm. Të dy do të jenë të ngjitur bashkë, por mbas 10 vjetësh stari ka krijuar një lidhje. Le ta shikojmë. Emrin e këtij personazhi nuk po e japim për arsye për ta fshehur, por profesori do ta vuajë mjaft këtë ndarje dhe do të përfundojë pikërisht kështu si kjo tani. Vazhdojmë me një personazh tjetër. Bëhet fjalë për Betim Spërdhiman. Do të jetë ende në kërkim të suksesit dhe mbas 10 vjetësh. Por mbas 10 vjetësh, vetë Bleona Qereti do të ketë marrë fund, pasi do të ndihet tepër e sfiduar pikërisht nga Betim Spërdhima. Le të shohim foton. Kalojmë në një tjetër personazh dhe shikojmë përsëri. Skifteri. Çfarë shikojmë me këtë foto? Më pëlqen dhe unë jam si ju i përkrah hajdutët. Skifteri, siç e shikojmë dhe në këtë foto mbas 10 vjetësh, nuk do t'ja lëshoj punën askujt. Ai e ruan karrigen e tij në mënyrë profesionale, siç e shikojmë dhe mbas 10 vjetësh. Le të kalojmë pra në një foto tjetër. Bëhet fjalë për këta të dy. Babi e biri. Të shkretët. Si do të përfundojnë? Unë kam një ide shumë të mirë, kështu që kam realizuar diçka të paktën me imagjinatën time, dhe babai do të përfundoj pas vuajtjeve që ka hequr, le të themi në thonjza me djalin, dhe do të përfundoj pikërisht kështu. Le të shohim foton se si do të përfundoj. Ndërsa djali do të ketë marrë fuqinë në dorë dhe nuk do të jetë më ky raport, por do të jetë ndryshe raporti. Le të shohim djalin. Këto pra ishin personazhet më të njohur që do të përfundojnë mbas 10 vjetësh. Ju uroj gëzuar vitin e ri. Qoftë një vit i mbar për të gjithë ju. Natë me mirë dhe miru pafshim.